Puna e qeverisë është analizuar këtë të hënë gjatë ditës së dytë të takimeve maraton të kryeministit Rama në Pogradec. Mbledhja me anëtarët e kabinetit nisi paradite dhe zgjatja afro 9 orë në një tryezë ku ministrat paraqitën një përmbledhje të punës si dhe të projekteve dhe synimeve për sezonin e ri. Në fokus të diskutimeve ishte platforma e re e quajtur Pasqyra Albania. Pas takimit vetë kryeministri Rama tregoi se si do të funksionojë kjo marrëdhënie e re me qytetarët dhe trajtimi të problemeve të tyre. Pasqyra Albania që do të jetë dritarja e vetme unike ku qytetari do të drejtohet. Do të drejtohet për të informuar në kohë reale për gjithçka që qeveria e tij, që shteti i tij në aspektin gjithmonë, sepse në moment të dytë, nëse shohin të arsyeshme dhe kur ta shohin të arsyeshme, edhe komponentët e qeverisë së gjyqësorit mund t'i bashkangjiten asaj dritare, është një dritare ku secili ka autonominë e vet, për të pasur kontaktin direkt të qytetarit me atë pushtet. Sipas Ramës, tashmë do të jetë shteti që do të shkojë tek qytetarët për t'u dhënë zgjidhje shqetësimeve të tyre dhe gjithçka do të ndiqet në kohë reale. Nuk është thjesht vetëm halli, kërkesa e qytetarit që do të konceptohet si një letër apo si një pako që çohet me post, me DHL, dhe statusi i cilës ndiqet në kohë reale dhe statusi bart edhe përgjegjësitë e afateve dhe ky është synimi i këtij projekti, por është edhe gjithë pjesa tjetër që shkon qeveria tek qytetari, shkon shteti tek qytetari për të mos e lënë të papërgatitur dhe të pa armatosur me argumenta përballë atij ndërmjetësit padukshëm që ka hyrë në jetën tonë, që është algoritmi. Sipas Ramës, shëndetësia dhe arsimi ishin në fokus të diskutimeve të kësaj të hëne. Sipas tij do të krijohet një zinxhir i Shqipërisë sociale, veçanërisht për çmimet. Do të jetë zinxhiri i Shqipërisë sociale. Sot një Shqipëri sociale është jo thjesht e rëndësishme sepse ka qenë gjithmonë, po fillon të bëhet e mundshme. Më shumë se deri më sot, sepse janë shtuar mundësitë. Kemi një plan për të bërë transparencë për qytetarin, lidhur me çmimet e ushqimeve bazë. Një ditë më parë, Rama analizoi punën e drejtuesve politik të Partisë Socialiste në 12 qarqe.